kohës, Amsterdami bëhet kryeqyteti i parë në botë që ndalon reklamat e mishit dhe lëndëve djegëse. Të keqen o Enver Hoxha. Ja, e shikon? Enver Hoxha ishte i pari që tha që do ham bar dhe ja ku vjen dita që Hollanda i merr ideologjinë e tij. Tani më fal çalit e kishte Enveri me këto Hollandën, me burgerin, me këto gjërat nuk e mora vesh si milic sa gjërat i mua. Po ja pra nuk do ham më mish njerëzit. Këta holandezit do me thënë tani, e tutje do hanë barishte. Tani nuk e kuptoj se s'ka as 2-3 javë, Franci, që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më thënë, mishin edhe këto yndyrna, i vunë në krye të listës ushqimore. Që do të thotë, nuk janë më këto barishtet që ishin. E pra po, Hollanda e ka marrë kështu me zell të madh, me shumë seriozitet të çështjen e mjedisit edhe të klimës, prandaj. Që do të thotë? Që do me thënë këto lopët holandeze. Si janë lopët holandeze, Jona? Janë si këto të me lejlame të bardhë? Po, dhe janë të bukra, dhe janë të bukra shumë e këto se si çokolata Milka. Po që për çokolatën. Interesante. Dhe tani që nuk do hatë mishi, po shpresoj shumë që do zoti i fusin në kopër zoologjik që ti shikojnë fëmijët bashkë me mua. Do vemi bashkë të shojmë, se më vdes për këto lopët kërëm në gjyra laramale. Do vemi të shojmë bashkë. Publiku që thot tani, bëjmë shakare se dim që si janë Leila. Po, se ku kam qenë fëmik shumë mendoja Francis. E lopa ishte vërtet Leila që bënte çokoladë madje. Bukë që e rritur, se që një fëmijë rrezikshëm. Po nejse, ideja është tani që sot e tutje me pak fjalë se u hapërdam shumë, holandezët do hanë vetëm qofte me perime, me kungulleshka, me karrota, rukola, sallat jeshile, këto gjërat. Shumë mirë. Madje Franci kam përshtypje se gjithë kjo po bëhet për të shpëtuar planetin, ha? Po në Shqipëri? Në Shqipëri? Po, për Shqipëria? Ti nuk e di që neve kemi mbaru, kemi kry punë me ko me këtë gjë. Aha, do më thënë që në kohën e Enverit që tha që do hanë barë, vazhdojbe. Pa tjetër. E ti pse Jona, se në kohën e Enverit mish ishte me tallona, po kërse i kemi rekudoje. U përmbys regjimi, filluan njerëzit e t'ju futën mishit, e hëngrën për 20 vite që nuk ishin ngrënë e këshin patur barkull tha. Me të drejt. Me të drejt, po, ja që vjen një ditë, si është ai filmin dhe vjen një ditë, që na e merr pushtetin Edi Rama. Mos ta harojmë, i cili Franci duhet përmendur është shumë miqësor me mjedisin. Shumë është miqësor, është shumë miqësor me mjedisin. Dhe Edi Rama do hapte këtë Akademinë e Barinëve. Sa digjuan barin këtë, iku dhe bariu fundit nga Shqipëria. Po lopët, delet, më thënë kjo gjeja i gjallë, qa u bë? Gjeja i gjallë, s'kishte kush ta mbante më gjallë, edhe ikën edhe ato. Po, edhe kështu që ne kemi mbaru ko përpara, më herët se sa Hollanda. Tani mund t'i them një gjë kryeministrit Franci, duke qenë se është dhe shumë kështu, më thënë, si e thamë, miqësor me mjedisin. Po, ti thuaj. Zoti Rama, duke qenë se ti po merresh me këto mbetjet, me plastikën dhe shumë mirë bën, do me thënë, sepse ne sigurisht e duam mjedisin të pastër, por në qoftë se na merresh edhe me këto ujërat e zeza, nuk di ç'a të them. Pse Jona ju kanë plasur edhe juve? Po lëre neve ti po shiko të rrikun. Këtu jemi, si kurse i thonë banorët e zonës, tek rruga e shkollës në bashkinë e Cerrikut. Një telefonat kam bërritur në redaksin e emisionit ton dhe banorët na kërkuan ndihmë që të pasqyronim gjendjen e kësaj rruge. Unë them të dalim një xhiro për ta parë, se në fundit mos ndoshta dhe ja fusin kotër, asnjëherë nuk i dihet.
Shiko tani, se edhe kjo gjë Franci ka anën e saj pozitive. Po, që ujrat e zeza e plehrojnë tokën edhe kështu rriten bimë të shëndetshme. Po çbim se nuk ka fluksi të shkojnë deri atje me Franci, po them anën pozitive kështu në mirëqenie, tregon mirëqenie kjo gjë. Po, e kush e tregon mirëqenien, nga e shohim? Moj, të lutem shumë, më shumë e thjesht Franci, përderisa shpërthejnë këto të gjitha ndej domethënë, po të thotë që këta cërika, si thuhet, cëriksit, Po. hanë edhe pinë shumë Franci. Aq shumë, ta që nuk e përballojnë dot as situacionet. Me vërtet? Po pse të vajti në mendjen e ty kjo? Jo, më vajti, po unë do me thënë këtu kuptoj konceptin optimist, ta shikohesh gotën gjysmë plot. Plot me çfarë? Në këtë rast. Tash kjo nuk ka rëndësi ka koncepti optimizmit. Në rastin konkret, optimizëm është ta shikosh gjysmë bosh. Tani, në qofë se të kjo gota, do më thënë, janë të mama, të ngelen ato që për cilat ne po flasim, është optimizëm i math madje, që ta shikosh të zbrazër gotën. Gjysëm të zbrazër. Nëse, shumë dakord jam me ty. Po, ikim kësaj dhe shtrojmë një pyetje? Po. Mos ndoshta këto ujrat e zeza na dalin kështu në përsheshe në rrugë sepse pushteti vendor nuk e ka bërë mirë punën dhe se ka mbajtur fjalën? Jo, nuk e besoj këtë Franci, sepse me sa di unë ka as 3 muaj, do më thënë, që kanë zgjedhur kryetarin e ri të bashkisë. Edhe kanë zgjedhur kryetar socialist, me sa di unë? Po, me sa di unë edhe ato para po socialiste kishin. Po mirë, po a thua vallë ky kryetari, kur kandidonte për kryetar gjatë fushatës, i ka bërë premtime qytetarëve të Cerrikut që nuk do të ketë më ujrat të zeza në për sheshe dhe në për rrugë të Cerrikut? Nuk e di, Franci. Se ti? Unë di vetëm Tik Lapa në Bajmënd, kur ka vajtur në Cerrik, që na nxirrte ndonjë kështu këto gabinat elektrike që kishin probleme, ndonjë mur kështu të rrëzuar, po këtë denoncimin, domethënë për ujrat e zeza sikur se ka bërë njëri. Po duhet pyesim banorët e Cerrikut, pastaj s'na ngelet gjë tjetër. Ndërsa këtu ndodhemi shumë afër shkollës dhe në afërsi të oborreve dhe banesave, në këtë pjesë të lagjes, derdhen edhe ujrat e zeza të gjithë kësaj lagje këtu. Këtu jemi me zotin Nazif Qose. Zotin Nazif, përshëndetje. Faleminderit, mëse. Duam të pyesim, si ka mundësi që ujrat e zeza derdhen në hapësirë kështu edhe askush nuk shqetësohet? Që kur është bërë kjo tubacioni, mund të themi 20 vjetë. Dhe këto tuba që do dilën atje në fund, këto iken te policia Cerrik. Se i bari berë katiu me tjetër. Dhe tha, ka do bëhet kjo, se tjetër kemi nevoj për ne. E lanë, se kishin nevoj për tuba? Për gjithë, se ku qonë tubën, atë policia, a Gjermani nuk e di. Po si ka mundësi, i lanë kështu në mes të Po, rrugës? gjithë rrugës. Edhe kjo tubi që ashtu, pynë në mes lagjes më tanë. Ka 20 vjetë këtu. E 20 e kusur, 25. Edhe asë njëri s'ka marrë përgjithësi për të punë. Kush është shqetësimi më i madh i kësaj gjës këtu? Shqetësimi më madh e shera. Edhe kafshët e lëmojnë, jo njerëzit. Po si e bëni, si e përballoni? Po kështu përimë. Besoj jeni ankuar, apo jo? Po për të ankuar sa herë duash. Po problemi nuk e zgjidh njëri. Ishe fushata, sol tubët. Mbaroj fushata, të rinë tubët pushim. Pse të marrën tubët ujë, se prishën tubët kur marrën ujë. Vjenin fushata tjetër, ata bëjnë si burrat mirë vinë prap. Faleminderit. Mhm. Bje 5 vota mua, më kërkoj ca vota mua. Po urdo votën. Mandati tjetër vinë ata. Kurioza man të keqen. E kanë ardhur ndonjëherë deri këtu, e kanë parë? Kanë ardhur, kush s'kar? Kryetar bashkie, kanë ardhur. Si vinë këtu? Vinë kështu, kapin hondër me dorë. Ja, vem bambuka ta. O zotni, në lekë të shtetit i paguajmë. E vërtet. Ndryqim, gjelbërim, komunale, ne i paguajmë shtetë. Dhe shtetit bëjmë masat e veta. Po duhet ishit mësuar tashma me aromën. Me aromën. Po dhe ndrojnë gjyre. To bate ka sjellë. Të mirë. Ka 10 vjetë to. Si ka mundësi? Ja, ju si që shikoni vetë tani, nga atje matan, deri këte matan e kam shtruar vetëm këtë rrugë tu, me zhavor. Po pse ke marrë vetë? Po pse nuk vinin ata, do vim, ja bënin, këtu bëhesh e pelgë malë këtu. Ngetëshin gjithmonë makinat, ja bënde tjetëri adem shtyj qik, ja bënde. Se qatë bëhe? E solën zhavor të vjetër, hodhëm këtu, s'kishim qa bëshim. Nga e keqja të paktën nuk është balë dynjaje. Atje matan nuk po del makina tani atje, ja makina në ku e kam, nuk del makina, e lej më tepër në shtëpi se
nuk del makina prishet. Ti e pe, kap makina nga poshtë. Kurse ne që jemi gjithë ato familje, jemi i lagje këtu, por nuk dalin, se kanë frikë të flasin. Kanë frikë nga që i heqin nga puna, vinë këtu gjëra ty ma tanë, e shikojnë, do ta rregullojmë, do ta bëjmë, edhe nuk ka shua, nuk marrin masa fare. E kemi dhe fajin vetë ne si lagje këtu. Pse? Nuk duhet votojmë. Mirë, unë them ke votuar në kraun... E ka burë. E ndoshta ajo. Se përse një tjetër. Po me ata kemi qenë, me çfarë bëjmë? Po turp nuk ke. Po turp kemi. Po këta të PD-s, edhe këta, nuk kanë turp edhe këta të PD-sa. Edhe këta është turp, ta përmendësh. 35 vjet. Po. Si ka ndryshuar kjo rruga? Kjo në shurë ka ethë njerë për punë e votimeve, ka ethë një të rrugë zhavor, Sa mirë. ka kohën e lume Gjebezgjiut. Po në zogu to. Gjebezgjiut dhe s'kam brasë gjithu. Ja, shikoj, grobat e pa zhogut janë të. Do me thënë ju prisni votimet e tjera. Pa, ne vim ata ham bukat e tanë, majnë legët, majnë tasë tonë, e vërhat ne. Po kur vinë si zotri. Vim këtu e bim deres, bam, deres, ladi, shpejt. Ta din dhe emrin. Pa, emrin tisa. Shi, aha. E ka unë jam rusë. Po ti si, e përqafojni me të pudhër, si. Pa, qafoj ata e. Duen, Knaqen. vjetë ata një neve. Qa është kjo 10.000? Duen lega, do të majnë tendrat. Po mirë, Ladi, kod për krizitet, nuk i kje thëndi në një përshamë, po turp, nuk i vjen një dhe. Pa që da turp njët. Se, pse se një turp? Turp një hamë në buka ta. Ashtu, edhe i gotë nga mrapa. Tra hanë një të mgjes, rakit të ke vetë. Me siguri, Ladi, ju do donit për shumë që në këtë vend të kishte votime njërë një javë. Po një javë pak, një 3 ditë. Njërë 3 ditë. 3 ditë. Kushe, disi do e kishe këtu ti, autostradë. Autostradë me lullishtë në zëgje. Fusha aviacioni këtu. Pa. Më lad. Halli madh. Do betë, si s'betë. Si ju dukemi në atyre? Dele. Dele. Si dele. Që elegancë, pas ke më lad. Fjallën më elegante i gjete. Shikoj, nëse ndonjëherë është thjesht çështje komunikimi, është thjesht çështje gjatësisë së valës. Tani të komunikimi ishi mirë, tani me këto gjatësit e valës, me këto gjërat ma komplikove shumë. Unë dhe fizika ka shumë kohë që nuk takojmë shpesh me njëra tjetër. Mund të ma të shkomplikosh pak të lutem. Pa tjetër, ju lë takim unë me fizikën. Një takim me fizikën pak shpejt të lutem. Po, ja, ta marim me shembull. Ezëm, ti je një qytetare. Ezëm se jam. Po, dhe ti ke një hallë. Mos më bëj të flas, se po fillova. Jo, po dalim pritë që... Aha, po. Po japim shembullin pra. Nuk je ti, Jona, je ti një qytetare, je një cëriksëse. E kuptova. Cëriksësja? Po, më thuaj. Ti cëriksja, të ka zënë ujrat e zeza, të kanë zënë prakun e derës. Po? Çfarë bën ti në këtë rast? Unë marrë catulla, marrë edhe një drasja vendos sipër, edhe kaloj pastaj. Po qa fletë, nëse më prisha argumentin, në qilpe mua peten. Po qa të themun tani? O zemra ime, kur ti je një qytetare që ke një hallë të tjetë, ti shkon të pushteti vendor. Pushteti? Po qa pushteti me Francesa të presë, pushteti nuk si do hyrë në shpi? Jo, po ti po arrit e tysh në shpinë të ndë, për qa do vi pushteti, pastaj ti e ke zgjedhur hallin, s'ka nevoj. E kupton pra, kjo pra është gjatësia e valës. Ja, më komplikua më shumë, anani, jo po gota, jo tulla, jo vala, nuk e di do me thënë. Ja ti bjem shkurt fare. Në qoftë se qytetarët, banorët e Cerrikut do kishin vajtur të bashkia, ky problem do ishte zgjedhur me kohë. Jo, mos më thuaj tani. Po kështu ndodhi realisht. Si ndodhi? Jo kështu. Që do me thënë, kjo çështje do zgjidhet, kjo çështje e ureve të zeza që ka kaq shumë? Kemi vënë basne. Se besoja. Bast, po. Si bast? Po, më po. Falë, se bastet janë të ndaluara me ligj në Shqipëri, që ta dish. Atë se di unë di të them që Bashkia e Cerrikut me ne xhadat ka vënë bazë që mbase këtë javë, brenda kësaj jave, mbyllet ky muhabet. Këtu ndodhemi tek Bashkia e Cerrikut dhe sigurisht ne po shkojmë të trokasim sepse na nevojitet një përgjigje. Nëse do merren masa apo jo për t'u zgjidhur hallin atyre qytetarëve të shkret. Sa i përket asaj pjesës së rrugës tek lagja nr. 8 tek afër shkollës 7 Marsit, është i problematik që jemi në dieni para 4-5 muaj që ata na i kanë thënë si probleme në lidhje me këtë problem, por neve kemi qenë në procesin zgjedhor që
dhe nuk kemi bërë ndryrje, por Keni qenë dhe shumë të zënë, pastaj me fushat. me probleme me gjera, por si fillim viti, neve kemi planizuar atë, së bashku dhe me ekipin që beri dhe buxhetin edhe me kryetarin e bashkisë kemi bizetuar, që do bëjmë një ndryrje. Ajo është një rrugë me gjatësi të rreth 200 metra. Është nuk eshti, por do të ndryjmë me zhavor, do të bëjmë një proponim me kanale, me gjera ti. Pra një zgjidhje provizore me mjete rrethanore? Një zgjidhje provizore me çakull. Jo me asfaltim, jo me gjë për momentin. Po e nuk është zgjidhje për prishet çakulli, sidomos nga reshjet. Po tash edhe të gjitha rrugët nuk mund të bëhen të gjitha me asfaltit, për këtë jemi dhe të ndërgjeshëm ti. Për momentin do bëjmë këtë. Si thon asaj fjalës bere qaves. Emergjencë për problemin. Dhe çakulli për atë punë është. Ata edhe ne për këtë punë jemi këtu. Po, bashkërisht. Kur beson që do bëhet? Ma me mendje që brenda 2 javësh do ta mbyllim atë. Nuk është se është një punë e madhe, punë e vështirë, me zhavor, 2 makina zhavor janë. Dakor, me zhavor, por A duhen dhe lopata? Problematika ka në çdo njësi. Ka fushat, kur të vi fushata tjetër asfalt. Jo, nuk merrem me fushat, bashkia në Cerrik nuk merret me fushat, bashkia në Cerrik merret me punë, edhe në çdo ditë është angazhuar për të shërbuar njerëzit dhe komunitetit. Vetëm merreni me qetësi. Pa tjetër me qetësi, me qetësi dhe po edhe me durim, nga ana Edhe dashurim i gjitha. edhe dashuria. Do më thëmë për 2 javë, Po do bëjmë ndryrje. bashkë me rrugën kishte edhe një problem tjetër. Kanalizimet e ujrave të zeza nuk ekziston si nocion, por ujrat e zeza dhe të bardha derdhen kështu për qef atje. Pse i përket edhe ujrave të zeza, faktikisht jo se ai kanal nuk ekziston, ai kanal ekziston, po për shkak të banorët atje kanë bërë disa punime që janë kundërshtim me rregullat edhe me çdo normë ti, padyshim që edhe për bashkia mban përgjegjësinë e saj. Pikërisht prandaj është bashkia, atë Mban përgjegjësinë e saj, por duke koordinuar edhe me drejtorinë e ujësjellësit, për arsye se është pjesë që i takon ujësjellësit edhe sektorit që kemi këtu neve në Cerrik, kemi bërë një bashkëpunim ti, kemi marrë dhe ato tubat ti, edhe do bëjmë dhe një ndryrje atjeti dhe tubat kanë vite që janë atje thamë para. Jo, nuk kanë vite ato ti, banorët mund të thonë ti, po nuk kanë vite, dhe do të mbyllim në atretin bashkëpunim me ujësjellësin tim. Them që nuk mund të them që do bëhet për 3 ditë, apo për 4 ditë që do ta shikoni vetë dhe ma merr mend edhe banorët do të thonë që ndoshta mund të falenderojnë dhe bashkinë dhe ujësjellësi, po ma merr mend do të falenderojnë dhe juve për këtë. Me sa kuptoj unë, nuk ka për të bërë. Jo, ta bëjmë. O që s'bëhet, Ore që do të bëjmë. Nuk bëhet. Apo mi bashkë që nuk bëhet. Me zi e kapa e orolotën, se po I mëlqin bastët qunët. Po mirë, nëse nuk bëhet tash, nëse vendosni juve, rregull, po marrim atë tuaj. Prandaj pa themu që mos ta vendos unë, vendosim ju. Unë them që do bëhet. Edhe këtu do jemi. Edhe hajde prap kur të bëhet. Do ta vëmë një bazë bashkë, unë them s'bëhet, ju thoni bëhet. Do ta bëjmë kështu ti. Do lash numrin e telefonit tu dhe kur të mbarojnë do të marr ty, hajde shikoje. Po bastin do ta vëm. Unë jam I sigurt që fitoj ju. Do fitojmë neve, se jemi 2 aktorë në lojë, është bashkia dhe ujësjellësi. Sa e kini atë I? Kërkovicën, 25. Është raporti 2-1. Pra, do më thënë ti e ke... raporti 2-1. Do më thënë ti e ke të humbur bastin. Po, I fituar. Do fitosh që zhvillim o basi për 3 është. Gjithsesi unë da e lë numrin e telefonit. Ju falenderoj. Kënaqësi. Shëndet. Me shumë kënaqësi e kemi pranuar bastin. Mjafton që banorët e Cerrikut mos kenë më ujëra të zeza pranë pragut të shtëpisë. Po, kjo është shumë e vërtetë. Dhe kështu ju themi natën e mirë edhe për sot. Shihemi nesër natën.